Luis Enrique I dedikoi fitoren vajzës së ndjer, asistenti I tij humbi gruan 6 muaj më parë. Me një performancë historike në Muni, Paris Saint-Germain mposhti Interin me rezultatin 5-0 dhe fitoi Ligën e Kampionëve për herë të parë në historinë e tyre. 5 golat vulosën një triumf të papar nga parizienët, të cilët festuan titullin mes emocionesh. Por pas shkëlqimit të suksesit, fshiheshin momente njerëzore me emocione të thella. Trajneri I Parisit, Luis Enrique, ja dedikoi fitoren vajzës së tij të ndjer, Zana, e cila ndroi jetë në vitin 2019 në moshën 9 vjeçare. Pas fishkollimit së fundit, trajneri spanjoll u gjunjëzua në fushën e Allianz Arenas, I veshur me një bluzë me logon e fondacionit Zana. Ishte një lam të mirë e heshtur, por e ngarkuar, triumfi I tij më personal. Në krah të tij, bashkëpunëtori I tij I ngushtë, Rafael Pol, 38 vjeçar, I cili ka qenë në krah të Enriques që nga koha e tij tek Barcelona, humbi gruan e tij, Rachel, 6 muaj më parë pas një sëmundje të gjatë. Natën e fitores së tij më të madhe profesionale, Paul shpërtheu në lot. Lotët e tij nuk ishin vetëm për fitoren e trofeut, por edhe për humbjen që I rëndonte në zemër. Nëntorin e kaluar, pas një fitore në lig, Luis Enrique ju referua humbjes së madhe gjatë një konferencë për shtyp. Para se të fillojmë, dua të them se sot është një ditë shumë e trishtueshme. Një antar kyç I ekipit humbi gruan e tij. Gruaja e Rafael Pol ndroi jetë pas një sëmundje të gjatë. Duam t'ia kushtojmë këtë fitore Raquel dhe Rafael, por sigurisht edhe familjes së tyre. Ne ndajmë dhimbjen e tyre dhe u dërgojmë gjithë mbështetjen tonë. Mbrëm ndërsa Parisi ngriti trofeun e lakmuar, ai qëndroi në heshtje në anë të fushës, duke shikuar bosh I ngarkuar emocionalisht. Ishte një moment trishtues që ai nuk e ndau me personin e tij më të dashur.